Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës europiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi i përbashkët dhe se ardhmja e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hisria Mickoski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa përparimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit të antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit, besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. SPAK liron llogaritë $195 milion të destinuara për resortin në Zvërnec. Prokuroria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albanian Land Development, kompania e cila zotrohet nga 2 supermarketet e njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnec. Albanian Land Development rezulton të ketë blerë sipërfaqe të tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Sera mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion. Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në Mesde. Është gjigant nëpër masa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas saj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit Mesde. Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi dhe 5 milje vi bregdetare përballë tij, një gadishull të mrekullueshëm me një lagun nga njëra anë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura me rërë të bardhë, tregon në intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnecit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Thellohet bashkëpunimi i policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës, kolonel Gazment Hoxha, i shoqëruar nga stafi i lartë, po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Bota. Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të mitrove në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rrjetet sociale për fëmijët, për t'i mbrojtur nga efektet të dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.